Në ambientet e medreses në Gostivar, sot u zhvillua mbledhja e rregullt e muftinisë së Gostivarit, ku prezantuan dhe u shfrytzuan raportet vjetore për vitin 2025. Në këtë takim morën pjesë anëtarët e Mexhlisit të xhamateve, të cilët diskutuan mbi aktivitetet dhe realizimet gjatë vitit kaluar. Gjatë mbledhjes u paraqit raporti për aktivitetet e përgjithshme të muftinisë, raporti mbi zakatul fitrin dhe zeqatin, taksat fetare, antarësinë, si dhe organizimin e kurbanit dhe shpërndarjen e mishit të kurbanit. Po ashtu, u prezantua edhe raporti për realizimin e haxhit për vitin 2025. Të pranishmëve u drejtua muftiu i Basisë Fetare Islame në Gostivar, Sabaudin Zendeli, i cili vlerësoi angazhimin dhe përkushtimin e anëtarëve, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në realizimin e obligimeve dhe projekteve fetare. Viti 2025 llogaritet një ndër vitet më të suksesshme të muftinisë së Basisë Fetare Islame, me aktivitetet të shumta, aktivitetet të cilët kanë të bëjnë si në sferën e arsimit, si në sferën e kulturës, si në sferat shoqërore, duke përfshirë sferën e humanitetit, por mbi të gjitha janë sukseset e mbrëmshme të vetë organizimit jetës fetare. Kuptohet se xhamit, duke filluar nga xhamit, me besimtarët, me xhamatit, këshillat e xhamive, bashkë në krye në punësit fetar, kanë rezultate të jashtëzakonshme. Si në mirëmbajtje të xhamive, si në organizim të aktiviteteve të ndryshme të cilat ata i zhvillojnë, duke filluar nga procesi i mësim-besimit islam, ku me të vërtet muftinia është e kënaqshme, por a ka mundësi që ende më shumë të bëhet në këtë sferë, kuptohet se mundësit janë, por për momentin për skaj dhimbjeve të ndryshme të cilat na bën mërgimi dhe pjesa e popullatës që na ikën, numri i nxënësve në mektebet e xhamive tona gati rritet, por çdo ditë rritet, për çdo javë, dhe këtë e shihni edhe në manifestimet që në vitin e kaluar ka pasur mbi 31 manifestime të duas së hatmeve në gjithë territorin, kuptohet në 54 xhamit aktive që janë. Më thënë, dikun 70-80% e këtyre xhamive kanë bërë ceremoni të hatmeve. Sfera humanitetit nuk ka munguar për persona të ndryshëm, qofshin azot, të smur, për strehim, për ndërtim të xhamive, sidomos disa aktivitete që janë bërë për vëllezërit tanë besimtarë në Maqedoninë Lindore, në ndërtim të xhamive të tjeshme dhe shumë sende të tjera. Kuptohet, aktivitetet kanë qenë, organizimi i haxhit ka qenë fenomenal vitin e kaluar. Këtu nuk ka fjalë, dhe njerëzit janë të kënaqur dhe këtë na shprehin dhe mundohemi, kjo na shton përgjegjësinë që edhe ky vit jetë me të njëjtin organizim dhe shumë sfera tjera të cilat kanë të bëjnë me organizimin e jetës fetare. Në përgjithësi do të jepet një raport, do të njoftohen mbi gjithë aktivitetin e tyre, angazhimin e tyre që kanë bërë gjatë vitit 2025, por kuptohet në krye me institucionin muftini që përfaqëson në territorin e caktuar. Në takim u diskutua gjithashtu për përgatitje dhe plan programin e muajit të Ramazanit për vitin 2026, me theks të veçantë në organizimin e aktiviteteve fetare dhe koordinimin me këshillat e xhamive, ndërsa një rëndësi të veçantë do t'i kushtohet edhe programeve për gjininë femërore. E dita do të bëhet prezantimi i plan programit që si ta presin muajin e bekuar të Ramazanit. Si në kuptim të aspektit formal, kuptohet që në xhami të krijojnë kushte, duke filluar nga pastërtia, po të krijojnë kushte që digjinit, ashtu si e kemi pasur në Ramazanet e kaluara, digjinit të jenë pjesë aktive e jetës fetare. Dhe ata të jenë prezent, qoftë në namazet e teravis, por qoftë brenda ditës, si në lexim të Kuranit familjar të mukabeleve dhe të ligjeratave të ndryshme, me cilat Medreseja Isabeu, paralelja e vajzave në Gostivar, ka paraqitur edhe plan programin e saj, që do të graviton në gjitha xhamit, profesoreshat e medreses, bashkë me nxënësit e medreses, sidomos për gjininë femërore, ku do të jepen ligjerata dhe do të marrin programe të ndryshme fetare. E dyta, për gjininë femërore gjithashtu, do të sektori i femrës muslimane, sektori pranë institutit të hifzit dhe buku leximit të Kuranit familjar dhe sektor të tjerë, cilët kanë të bëjnë me
aspektin e zhvillimit të jetës fetare, por sidomos duke e prek gjinin femror. Më tepër japim kësaj rëndësi, sepse xhamit i kemi në përditshmëri të xhamatit tonë, por sidomos kësaj, muji Ramazanit besoj se do të jetë një muj i begat, qoftë me aplikimin e zbatimin e plan programit të medreses, por edhe atë që ka parapa muftinia me sferat të ndryshme të profesioneve në tribunat fetare, në organizimet të ndryshme. Kuptohet se viti 2025 është edhe një sukses i nxjerrjes së 2 hafizëve nga Instituti i Hifzit. Në mbas një përpjekje, kuptohet në vitin 2020 filloi, ishte pandemia në atë kohë dhe pak sikur u vështirësua nga 20 dishi. Për 2 vite ka një sukses të jashtëzakonshëm të Institutit të Hifzit dhe buku leximit të Kuranit famlar në pranë muftinisë së Gostivarit. Në Gostivar me nxjerrjen e 2 hafizave dhe prishmëria që hafizat edhe hafizet në të ardhmen të jenë në mesin dhe kështu një vazhdimsi e një historisë së begat në të kaluarën të memorizimit të Kuranit famlar të jetë prezente edhe në muftininë e Gostivarit. Muftinia e Gostivarit vijon të shquhet për dinamizmin dhe rezultatet e saj, duke u renditur ndër muftinit më të suksesshme në vend.